Finalizohet operacioni policor i koduar Gen. Vodhi shumë parash në 2 minimarkete. Kapet e vjet në pranga autori dyshuar. 33 vjeçari dënuar më parë për vjedhje. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë në vijim të punës për zbardhjen e vjedhjeve, identifikimin dhe kapjen e autorëve, bazuar në informacionet e siguruara nga puna hetimore dhe zhurmuese, organizuan dhe finalizuan operacioni policor të koduar Gen. Në kuadër të operacionit u bë kapja dhe ndalimi për veprën penale vjedhja. I shtetasit EK, 33 vjeç, banues në lagje Rilindja, Vlorë. Nga veprimet hetimore ka rezultuar se ky shtetas është autori i vjedhjes së 2 subjekteve tregtare, minimarketeve, në qytetin e Vlorës. Më datë 29 janar 2026 në lagjen Pavarësia 2 dhe më datë 31 janar në lagjen Isa Boletini, ky shtetas dyshohet se ka vjedhur shumë parash dhe steka cigaresh. Vijon puna në bashkëpunim me prokurorin për zbardhjen dhe dokumentimin ligjor edhe të disa rasteve të tjera dyshuara se janë kryer nga ky shtetas. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprime të mëtejshme ligjore.